Rozafa është emri i motrës time. Rozafa është emri që unë i kam vu të gjithë firmës dhe sigurisht i motivi është motra ime. Motra ime ka qenë deboleca e babait tim. Kam mbaruar të mesmen dhe Petronini me medaljari, kam mbaruar mjekësinë me të gjitha 10-ta, u dashurua me një djalë shumë simpatik Tiranës kur ishte studente në vit 3 mjekësi. Ai ishte një mjek radiolog dhe e mori që në vitin e 3 shpejt atë lule, atë depolezë babait tim dhe familjes tonë. Rozafa, megjithse u martua dhe u bë me 2 fëmijë rresh njëri mas tjetrit, kishte një ego shumë të madhe që të bëhej obstetre ginekologe. Ajo ishte ëndra e jetës vet. Dhe me thonë drejtën, kur mbaroi mjekësinë shkëlqyshëm, familja në atë kohë e të shoqit që ishte dhe një familje shumë e fortë në atë periudhë, u mundua ta rregullonte në një konsultore dhe aty filloi një debat me të shoqin e vet, kur ajo i tha që unë ti kam thënë ëndrat e mia, dua që të bëhem mjeke dhe dua që të bëhem obstetre ginekologe, dua të operoj, kjo është ëndra ime dhe ti nuk mund ma presësh mua ëndrën në mes dhe unë të rris fëmijët në shtëpi dhe të mbyll jetën në një konsultore. Aty filloi një debat, ajo i tha që nuk ke respekt për mua, sepse në familjen tonë, në një familje shumë liberale në mendime, po shumë konservatore për ëndrat që ne kishim si fëmijë, ajo mori fëmijët dhe erdhi në shtëpi, në kohë të Partisë Punës, ku familja e shoqit ishte shumë e fortë. Dhe familje nga jugu me traditë shumë të madhe nga Tepelena. Dhe nuk e haroj atë moment kur erdhi në shtëpi dhe i thot babës, që bab, unë më vjen keq, po e kam mbyll këtë marrëdhënie sepse jam zhgënjur. Ulet me babën flet, unë isha i vogël, por i çik temperament në adoleshencë. Dhe i dëgjoja me babën dhe në fund bisedës, mas janë 7-8 minutash, baba i thot, a ke menduar mirë, i thot, sepse në rast se hyn në këtë shtëpi, nuk ke shans mo që të dalësh. I thot, po bab, unë e kam menduar mirë. Mirë se ka ardhi, thot, martesa prishet, i me motër se haroj, filloi që të shflentonte, të lexonte dhe të bëj praktike të maternitet. Dhe me doktor Glozhenin e ka dash shumë, ai ka qenë një personalitet i madh i obstetrik ginekologjisë. U hap një konkurs për të konkuruar për Francë, motra konkuron, fiton midis 4-5 studentëve më të mirë në Europë dhe vazhdon studimet për 5 vjet shkollën e Toulonit, personalitetit më të madh obstetrik ginekolog në Francë. Dhe prandaj Touloni e respektoi shumë, rifilloi jetën në Amerikë dhe Touloni përsëri ky pedagog i madh në një takim në Amerikë, në pra auditoret e mjekësisë, ngrej një problem dhe thotë që ju vinë personalitete në Kaliforni, nga Europa dhe legjislacionin e keni keq, sepse me modër kishte filluar mjekësi nga e para. 2 ebrej i thonë që kishin spitale, i thonë profesor Toulon, na jep një emër dhe i thot, ju keni këtu, i thot kirurgen në duar të arta, keni këtu, i thot Madame Lucan. Dhe ata të dy nisën nga Kalifornia, e mori motrën time në New York, ishte në Bronx, e fejume, e martume, u rimartu në kishe të gjitha, dhe i thonë, hajde në spital, nesër të fillosh operimet. Dhe motra i tha, nga po vjen kjo, sepse unë duhet t'ja prodhime, tu ka rësit nga të vjen, ne të duam që t'dish spital. Mos ta zgjasi me motrë, sot është një personalitetet më të mëdha në Amerikë, është një mjeke jashtëzakonshme me dur të arta, një kirurge, ka klinitë në saj private, është gjithë vjetë dhe shkoi mas ëndër saj. Dhe ne sot, miqtë e mi, do të flasim për dignitetin e femrës, për dignitetin e gruas, për ëndrat e saj. A e meriton gruaja, a e meriton femra shqiptare. Këtë respekt që po i bëhet sot në Shqipëri në gjithë të opozicione. Unë menoj se po, se kam tjetuar, e kam përjetuar historinë me motrën time. Dhe ne sot pra një kemi marrë një grua, një nën që ka një fëmijë, që me thonë të drejtën, unë nuk e njifja, por këto rrjetet sociale mua më bën që të shkoja dhe t'i bija derës kësaj. Dhe në një kafe më foli për jetën e saj që unë emocionova dhe pash jetën e motrës time. Dhe kjo vajzë është Angela Faber.